Shehaj në Mar-a-Lago, flet nga vila e Trump, mbështetje për Shqipërinë dhe drejtësinë. A mund të ekzistojë një lajm më absurd se ky? Si dhe vet Agron Shehaj, i cili mendon se duke bërë një fotografi përpara Mar-a-Lago, Trump që as nuk e di se ekziston një Agron Shehaj në këtë botë, ky njeri deluzional mund të paraqesë këtë si mbështetje nga administrata Trump. Sipas burimeve të brendshme në Mar-a-Lago, presidenti Trump ka një njohje konfidenciale me Agron Xhekmarkajn dhe ka qenë në pritje të tij, por jo të Agron Shehajt. Është e rëndësishme të theksohet se Mar-a-Lago është një kompleks hoteli dhe fush golfi. Nëse ka lidhje me një antar të Mar-a-Lago Club, mund të hysh brenda duke paguar një tarif. Të paraqesësh një foto në Mar-a-Lago si mbështetje nga presidenti Trump dhe administrata e tij është dëshmi e një mentaliteti provincial të rënduar dhe një mungesë të theksuar serioziteti. Në këto 35 vite kemi parë shumë politikanë shqiptar që përpiqen të shesin fotografi të tilla, siç bën edhe Shehaj. Këto veprime qesharake dhe të neveritshme. Kjo është një shfaqje e pastër provincializmi dhe një tregues i qartë i një shoqërie parapolitike që endet në deluzione dhe imitim.